Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të ende të datës 11 qershor 2026, ora 7 fiks, nisim ora juaj dhe për ditën e sotme jemi drejt për drejt këtu në Ora News për të përcjellë tek ju fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe për të rikthyer pas pak minutash në tre pjesët e një pas një shpato të komunikimit të drejt për drejt me ju përmes bisedave në studio, pse jo edhe përmes rrjeteve sociale. Do të kemi kohë atëherë fillimisht me zhvillimet nga vendi në oranews.tv. Emri dorëzohet në Komisariatin e Policisë Sarandë. Oficeri i policisë, 4 punojësit dhe Inspektoratit Mbrojtjes Territorit ende në kërkim. Aksident fatal në Laknas. 20 vjeçari përplas 48 vjeçari me motor. Koçi nxjerr prapaskenat si u tentua të ndërtohej në fshehtësi kompleksi Mabetex. Video Violandi ka drejtuar kallashin. Donimi Bariu që çoi policinë në Stani, ku fshihej vrasësi i policit. Rumbullaku qeveria po luanjenga me pronat publike, çdo 2-3 muaj hiqet një pjesë e Bregdetit për t'u dhënë oligarkëve. Marshimi në rrugët e Tiranës, protestuesit ulen te kryqëzimi 21 dhjetorit. Beqat, çështja e Zvërnecit është më shumë operacion politik se sa zhvillimor. Deklarata shokuese e Pilinçit, kemi listën me 85 gazetarë dhe analistë që do arrestohen. Kikia, shoqëria civile, ka dhënë kontribut absolut për zonat e mbrojtura. Në Shqipëri shkatrimi vjen përmes ndërtimit. Rindizën zjarri në vend depozitimin e mbetjeve urbane të qytetit Vlorës, Tymi dhe Flaka mbulojnë zonën. 11 ditë në protest, shehu janë vërteta tronditse pas ligjit për zonat e mbrojtura që nxorri qytetarët në shesh. Fotolajm frymëzuese, qytetarët me aftësitë kufizuara i bashkohen protestës. Kokainë diamante në port, Durrës sekuestrohet droga, gurët e çmuar dhe pajisja elektronike. Militantët e PD-s provokojnë gjatë protestës turma kundër përgjigjet. Drejtori Akem, Mëshau, më goditi me grushte, unë ju ktheva. Mbarvajtja e sezonit turistik, policia kufita shton masat në porte pika kufitare në Vlorë. Jon protesta, qytetarët nisin marshimin drejt kryeministrisë, stresi i pranishëm. Dita 11 e protestës, qytetarë dhe aktivistë tubim kombëtar kundër projektit për Zvërnecën. Dyshohet se vrau shoku, gjumë gjaku në zyre makinë, kamerat kapur mbyesin e Glan Koçit. Aksidenti rënd me motor në Vlorë. I plagosuri transportohet me urgjencë në spital. Mbështetje për jetën, Ryder. Shqipëria, ambasada britanike ndërgjegjësim për kujdesin paliativ. Foto Babamondin Bulgjiz, harmonia dhe respekti janë vlera që na bashkojnë. Zjerohet protesta, qytetarët në Tropoj protestojnë përpara muzeut të qytetit. Aksidenti rënd në aksin Pogradec Qaflloç. Shoferi humb kontrollin, makina del nga rruga. Si po gënjen Plaren Dreca për qëndrimin Kafaz. Zyrat e Ringut dhe në Ishblok zbulon 2 pikat e call-centerave të turkut Faisal Shahin në Shqipëri. Fik dritat, zhdukja e Glan Koçit, zbardhe dëshmia e përkrasit të autorit, më tha se do nxirrte një frigorifer.
U shkarkua nga puna, punoi si dhunon drejtori në hakem, shpallën në kërkim. Banorët me kova në krah, Mari Bopi, pa ujë të pishëm në pikun e vallës. Ngjarja në Shëngjin, policia i plagosur mbeti një 35 vjeçar në kërkim, dy autorët, si nisi sherri me menaxherin e lokalit. Humbjetën në krye të detyrës, kolegu i tij u plagos, i akordohet 5 milion lek familjes policit dhe Neja Mekolli, ndihmë edhe për Edison Ladri. Video dobi rreth 1200 dënuar, përfitoi nga amnistia, por jashtohen subjektet e SPAK. Revolucioni i flamingove. Llogari false dhe përfshirja e VIP-ave. Serana i protesta ka ndezur një luftë hibride reale. Shpërthime driton në Lezhë, shoqërohet në polici një i dyshuar. Aureldo Nevruzi në tërmi, Greqia refuzon të ekstradoj Gerald Sheu. Kërcasin armën dhe Lezhë, një lokal, një plagosur. Fati Glan Koçit ende mister. Gjykata Lënburg e Nea Zyferin për përkrahjet Armand Shakajt. Çfarë po ndodh me shqiptarët? Mbi 80 kërkesa në një muaj për terapi hormonale. Mjekët e QSUT-s të shqetësuar për shërbimin, pritën protesta për ta sabotuar. Makina për plas motorin në Korçë, një plagosur rënd. Alarmi fals që vuri në lëvizje policinë e Sarandës. Arma gjetur në park rezulton lodër. E rënd në Gjirokastër, humbjetën në pishin i Mitulli. Gjyqi Lajrit Haxhiu të referi Kleviol Ahmeti paraqitet në GKK për të dëshmuar. Arme municione për krimin goditet grupi që furnizonte tregun e zi në Tiranë, emra dhe pamjet. Mbirën dezinformimi si mjet politik, si u fabrikua zhvendosja e investimit në Mykonos. Trafikuan 6 ton droga, apeli GKK-s në fuqi vendimin, vëllezërit Hoxha Osmani, mbetën në burg. Pra u bashkëdhetari në Greqi për t'i marrë çeku 150.000 euro. Dritan Hoxha dënohet 22 vite burg. Diaspora në këmbë, shqiptarët e Holandës ngrihen në protest. Pamjet me dron, armë, tritole, municion luftarak, goditet grupi kriminal në Tiranë, 4 në pranga e 2 në kërkim. Akuzohet në Spanjë për tentativë vrasje e kapet në Shëngjin, 22 vjeçari, gati ekstradim. Shohim lajmin nga politika. Flamuri LGBT-s hiqet nga protesta Rama, asnjë qenie njerëzore nuk duhet poshtërohet turp. Deputetët e Partisë Socialiste e pakënaqur me protestë. Socialistët po skanojnë në rrjetet sociale për gjetur drejtuesit e protestës. Qeveria miraton modelin e ri të organizimit dhe llogaridhënies në administratën shtetërore. Xhixho, fëmijët pa hapësira në loje, Tirana po mbushet me kulla betoni dhe po humbet gjelbrimi. Protestat që zgjoi qytetarët qori ngjarja më e madhe në 35 vite mund të ndryshojë historinë e vendit. Administrata në aktivitetet politike, opozita, te ligjet, shqetësim edhe në Ibar, ministria pas pune të lirë. Të rinjtë e BD-s thirrje për bashkim për ta kthyer Shqipërinë në shtëpinë tonë sërish. Protesta për Zvornecin nga ka futur xizat Rama, Greqia vjon me sukses të shitet e të huajt, ju doni të mbyllin dyert investitorëve.
Bëhet diskutim antarësimin me faza gjipali, Shqipëria mund të integrohet plotësisht nëse përshpejton reformat. Antar të BE-s por me kushte. Ideja merres me reformë, 5 shtetet BE-s dorëzojnë propozimin konkret. Shqiptarët në shesh për 11 ditësh Berisha Edi Rama duhet largohet, nuk ka legjitimitet. Andoni protesta do zgjas, por pa një plan konkret mund të dështoj, do të dalin me një lloj platforme. Hoxha vlerëson mbështetjen e Irlandës për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Zgjerohet bashkëpunimi me Gardën Kombëtare të New Jerseyt nga edukimi ushtarak te mbrojtja kibernetike. Shtyhet sërish seanca në GKK, Erion Velijevi skemën. Konferenca e kryetarëve Zhupa kaloni paketën e integrimit është kërkesë me qytetarëve në shesh. Hoxha nëse ECP, rruga ndarësimit të Shqipërisë në BE ka hyrë në fazën më përcaktuese. Shpendosja e debatit, Ajatullahut e këshillojnë të dëgjojë popullin, reagon Rama, ja, edhe qeveria e Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës. Paralajmërimi i opozitës prodhuesit shqiptar drejt falimentimit nga rregullat e reja të Bashkimit Evropian. Protestat masive në Shqipëri. Gazetari e CNN s'është më për mbrojtjen e flamingove, por lëvizje e gjerë kundër qeverisë. Presidenti Begaj kujton 148 vjetorin e lidhjes së Prizrenit, thirrje e përhershme për unitet kombëtar. Nuk tërhiqem nga projekti në Zvërnec. Rama për Associated Press, Shqipëria po tërheq kapitalin e madh ndërkombëtar. Jeshu i mirë një reale, Rama bisedon me Voglushin nga Libofsha. Do thonë se me iku goja Rama thumbosë ish blogerët, pas incidentin e mikrofonin, fakt, ta kanë shumë. Fjeri kryeqyteti socialistëve Rama më mbështetën kur më quan tradhtar. 35 vjetori i Partisë Socialiste Belinda Balluku nga Fieri, krenarisht shkruam historinë me 12 mandate. Zvërenësit e ishullit 2 projekte të ndryshme Rama, ka një kompani e shprehje interesi, por jo leje ndërtimi. Konferenca i peshqyrore e Shqipërisë, politika të jap përgjigje, nuk mund të injorohet zëri i qytetarëve. Kush përfiton dhe kush përjashtohet, amnistia, bugjet bëjnë listën gati për të dënuarit deri në 31 maj 2026. Shoh zhvillime nga rajoni. Prishtinë ndryshime në qarkullim në rrugët Hekurudha dhe Vician. Shpëtohen qindra emigrant në ujërat pranë Kretës. Këshilli i Evropës ngre shqetësime për trajtimin e rastit të dhunës policore në Serbi. Të kthehen emigrantët, Greqia shpreson ligjin për emigracionin, plas debati në parlament. Albulena Haxhiu merr pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit e Europës Juglindore. Shkatërrohet grupi shqiptar i trafikut të drogës në Athinë. Arrestohen 8 persona. 5 më të votuara të partive kryesore në Kosovë. Kurdi takime kancelarin e Austrisë, antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, prioritet. Britania paralajmëron Kosovën, bllokada rrezikon mbështetjen ndërkombëtare.
Ja kush janë firmëtarët e nismës për ndryshime në kodin zgjedhor. Mos u dorëzoni, historia shkruhet nga guzimtarët, ambasadori Mejdani, studentëve të Republikës Maqedonisë Veriut. Ju jeni brezi i ndryshimit. Europoli zbërthen s'ka ISIS në Kosovë, goditat rjeti i drogës, arrestohen 5 persona. Numërimi drejt fundit në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pret mbylljen e procesit mbi 100.000 vota nga diaspora. Zgjedhjet në Kosovë ose bëhet bën për formimin në kohë të institucioneve. Braktisni në Mace, 55 vjeçari në Selanik, gjobitet me 270.000 euro. Aksioni madh kundër krimit, të organizuar dhe pastrimit të parave, të marrin pjesë dhe përfaqësuesit Europolit. Foto Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Osmani kryeson të LDK-ja, gara mbetet e hapur për numërimin në vijim. Çeku ja prapaskena të rënditse që mund ta çojnë Kosovën sërish në zgjedhje. Syt nga diaspora, emigrantët mund përcaktojnë fatin e kabinetit të ri në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zbulon afatet, ja kur pritet shpaten rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë. Kurti fiton, por Gjermania dhe Italia nisin më njëherë presionin. Ndërkombëtarët kërkojnë formim të shpejtë të institucioneve. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë na duhet një partner i fortë. Një inteligjencë artificiale pa censuruar, chatboti, që përhap teori konspirative rreth Europës. Lista serbe dhe Rashis përplasen për një mandat. Bojkoti masiv i zgjedhjeve në Kosovë, hoti qytetarët dhanë një mesazh për gjithë klasën politike. Shohim zhvillimet nga bota. Kac lufta kundër Iranit, është shumë larg përfundimi. Botërori 2026 fanel me mesazh politik, FIFA detyron Haitin ta ndryshojë. Parlamenti suedez vendos vetëm lejet përkohshme për azilkërkuesit. Suedi një ish ushtarak dyshohet për spionazh ndaj Rusisë. Gjut vend SBA pranë një marrëveshje me Iranin për programin bërthamor. Erdogan shpërthen ndaj Izraelit Netanyahu si Hitleri, Izraeli po kërcënon drejt për drejt Turqinë, nuk do ta lejojë. Trump paralajmëron Teheranin, ushtria juaj është shkatëruar, firmosni marrëveshjen ose do të paguani çmimin. Lufta e re transatlantike. Trump sulmon Europën për çmimet e ilaçeve, paguani më shumë ose mbeteni pa barna. Rikthimi i një paraziti të rrallë ngre shqetësime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Netanyahu zotohet vazhdoj veprimet e forta kundër Iranit. Lundrimet në lumë, moda e re udhëtimeve që po pushton në Europë. Bill Gates dëshmon përpara Kongresit Amerikan për dosjen Epstein. Je i fundit që mund të na japësh leksione. Netanyahu sulmon ashpër Erdogan. Aksident ajror në Pakistan, rrëzohet helikopteri ushtarak. Mi 17 nuk ka asnjë të mbijetuar. Refuzohet kërkesa e djalit të princeshës së Norvegjisë. Gjykata nuk e liron Marius Borg Høiby
për të vizituar nënën në spital. Nga rrjetet sociale të protestat si po përdoret inteligjenca artificiale për të goditur projektin e Zvërnecit dhe familjen Trump. Sondazhi shokues në The Guardian, vetëm 1 në 10 europianë shohin SHBA-n si aleate. Miliona njerëz në rrezik urie. WFP ngre alarmin pas mbylljes së Hormuzit. I ndi SHBA kokë më kokë gjatë samitit të G7-s, Modi dhe Trump do të flasin mbi tregtinë dhe vizat. Rriten tensionet në detin e Kinës jugore. Filipinet protestojnë kundër strukturës kineze në Shoal. Xi dhe Kim forcojnë aleancën strategjike mes Kinës dhe Koresë së Veriut. Kongresi Amerikan miraton paketën për financimin e masave kundër emigracionit paligjshëm. Jordania rrezon 5 raketa iraniane mes përshkallëzimit të ri të tensioneve SHBA-Iran. Irani godit bazat amerikane në gjirin persik, tensionet në linjën e mesme arrin kulmin. Shpërthimi i Ebolas në Kongo, rëndohet bilanci i viktimave nga virusi. Europa përballë nxehtësit afrikan thyer rekordet historike. Shkencëtarët paralajmërim, kjo është normalja e re. Dësia shkakton 30.000 viktima në vetëm 5 ditë në Indi. Vance, arritja i marrëveshje SHBA-Iran mund zgjat disa muaj, por edhe CNN SHBA shpresojnë që sulmet e reja ndaj Iranit nuk do të pengojnë negociatat. Arrestuar në video luksoze, polaku ishte në një lidhje mes mafjes shqiptare e karteleve ekuadoriane. Kaos në Irlandën e Veriut pas sulmit në Thik, ndigjen shtëpi e makina. Komando qendrore SHBA-i përfundoi sulmet në përgjigje të rrëzimit të helikopterit. Papa Leone, 14, viziton ishujt Kanarie, vëmendjet e trajtimi i emigrantëve. Von der Leyen zgjeron sanksione ndaj Rusisë përmes goditjes së platformave. Hungaria e Peter Magyar, fundi i një regjimi vjen kur njerëzit s'kan më frikë prej tij, madje kur fillojnë të qeshin atë. El Niño me 80% mundësi këtë verë, paralajmëron OKB, moti ekstrem pritet të rritet globalisht. Shefi i ushtrisë izraelite paralajmëron një sulm më të thellë ndaj Iranit. Dhe në përfundim lajmit nga sporti. U rikthyen pas 52 vitesh, FIFA godet shtetin e varfër, ndryshoni fanelat na kujtojnë Napoleonin. Kupa e Botës 2026, shtëpia gjermane e futbollit, një qendër e re për pasionin e futbollit gjerman hapet në New York. Wembanayama, udhëheq Spursa drejt fitores në New York, seria finales bëhet më e fortë. Marco Senesi firmos me Tottenham. Brazili ditëlindje botërore për Carlo Ancelotti. Moriqi mes shitjeve të pritshme, La Liga pret të xhiroj plot 700 milion euro për nga shitjet. Milan, Ralf Rangnick largohet. Presidenti i Federatës Austriake optimist se do të qëndrojë këtu. Vllaznia në problem, largimet dhe dëmtimet zbrasin repartin e sulmit. Nuk ka ofertë 150 milion euro nga Real Madrid për Julian Alvarez. Rekordet e Kupës së Botës, Messi dhe Mbappé kërcënojnë disa prej arritjeve historike. I riu shihet si pasardhës i hysajt në kombëtare, Burku zbulon prapa skenat me Kurdulan, jemi në bisedime, shpresojmë ta kemi ndeshjet e shtatorë. Kupa e Botës 2026, kush do ta fitojë turneun e kësaj vere? Mbyllësi gati për sezonin e ri, rikthimi në superiore mbetet misioni kryesor. Omar Artan humb botrorin, më ndaluan të hyja në Amerikë. Albia Kamavingas në pikë pyetje, madrilenët presin oferta. Messi, jemi gati për botrorin, nuk e kemi humbur urin për fitore.
Mes interesimit nga Premier Liga, Juventusi blindon Kenan Yildiz. Dështimin misore me dhe pikpyetjet e mëdha mbi trajnerin e ri të kombëtares, Prokopi duket sikur ka një ngërç mes ideologjisë së trajnerit dhe atë çfarë ofron skuadra. Barcelona merr vendimin për Marcus Rashford, sulmuesi anglez do të kthehet te Manchester City. Si u bjetën Hulk Hogan, mbyllën përfundimisht hetimet, zbulohen shkaqet e ndarjes nga jeta të legjendës WWE. Këto ishin lajmet e zhvillimeve kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv. Një shkëputje shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, flasim drejt për drejt me ju, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit në 7:30 minuta. Është hapësira e komunikimit të drejt për drejt me ju nga ky moment deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 minuta, si gjithmonë në 068 60 54 639 068 99 00008 numrat e kontakti pra për të bërë pjesë e emisionit edhe për ditën e sotme. Në pjesën e parë ju përsollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv, ku ju mund të gjeni edhe vetë duke klikuar nga kudo që ndodheni në çdo moment, jo vetëm për zhvillimet dhe ngjarjet e fundit, por edhe për lajmet që ndoshta ju kanë kaluar dhe doni që të përditësoni. Ju presim edhe sot në takimin e kësaj tende të datës 11 qershor 2026, nga ky moment deri në orën 8:50, pra që përkonde me përfundimin e emisionit. Jemi së bashku drejt për drejt këtu në Ora News dhe në kanalin tonë në YouTube oranews.tv, ku ju na ndiqni çdo ditë mbi detajet e programeve tona dhe gjithçka ndodh në vend dhe jo vetëm për sa i përket informacioneve. Kemi telefonat në linjë? Urdhë? Okej. Mirë, jemi në pritje telefonuesve të parë të ditës së sotme të kësaj dite, datës 11 qershor. Në këtë ditë të rëndësishme për gjithë botën, në fakt, fillon sot kampionati botëror i futbollit dhe përpasoj ne do të jemi çdo ditë, ja u tham pak dje, por gjithsesi do të jemi çdo ditë në mbrëmje nga ora 22:30 për të përcjellë kështu disa prej momenteve, rezultatet, patjetër ngjarjet pikante të këtij kompeticioni më i gjatë në fakt në histori për sa i përket ditëve, janë 40 ditë me radhë nga dita e sotme, pra 11 qershorit deri në datën 19 korrik, do të jemi së bashku për të përcjellë emocionet e këtij botërori të radhës që për herë të parë mbahet në 3 vende, në Meksik, në Shtetet e Bashkuara dhe po ashtu në Kanada, me këto oraret që do ta kursozojmë pak që t'i ndjekim të gjitha takimet, por gjithsesi jemi së bashku çdo mbrëmje në ora sport për t'ja u përcjell drejt për drejt. Mirëmëngjes telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi Ndesha? Lodi jam. Karaj? Ë? Lodi jam, zoj. Po. E do bëj një pyetje. Patjetër. Në lidhje me këto pensioneve të rishqyrtimet. Edhe kam posoj se 5 muaj kam bërë një rishqyrtim për pensionin. Edhe s'ka dalë akoma, domethënë. 5 muaj. 5 muaj kam bërë që datë 21 janar. Ku banoni ju? Data 11, nga dalë akoma. Ku banoni ju, zoj? Sërik. Si keni emrin? Lavdia, si në ndemri, kam pyetur unë aty, kam pyetur domethënë të këto gocat e sigurimit. E ka thënë që ka, domethënë, ka radhë rishqyrtojnë këto një që dalë pensionet. Po mirë ato dhe në simbaltatave, sa që ka postuar. Është goxha kohë, me thënë drejtën, nuk zjat kaq shumë ajo. Do shumë të dalit, apo ka kaluar shumë? Nuk zjat kaq shumë, thëm, ka kaluar shumë. Po? Ka kaluar shumë, thëm, nuk zjat kaq shumë. E si, do më thënë apo të këtë... Më thua emrin që të pyes. Të pyesë një të këto gocat e sigurimit, po ato thanë që s'ka dalë akoma, nuk e di sot, marrë një pensioni këto 2 ditë. Okej, pyet edhe një herë, po të duash unë pyes, po si ta kesh ti për më mbar? Po pra se vajti shumë, vajti 5 muaj, prandaj se... Ari do të pyesim ne apo do të pyesim? Për një muaj mua më dogjën 18.000 lekshin. Prandaj bëra një rishqyrtim unë, gjeta edhe 3 vjet e gjysmë të kooperativës. Dhe kam mbyllur 21 janar e akomës. E kuptova, si të doni zonjë, po të duash pyesim ne, po të duash pyet prapë. Ja, do pyes se këto. Dalë sot pyes po që edhe. Ju e dini. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Janë procedura këto që nuk zgjasin kaq shumë. Vetëm për ndonjë rast, po pra, thash tjetrin. Mirëmëngjes telefonata. Alo, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Ju përshëndes për emisionin.
Faleminderit. Kam një problem lidhje me një aplikim që më kam bërë të kadastra dhe kemi biseduar një 2 herë bashkë dhe nuk o marrë akoma përgjigje të hapi qik numrin e telefonit, asë dhe numrin e dokumentit. Cili rast të lutem? Është 069 20 395. 395. Po. Pas kemi folur nëse është ky numri. Sa 69? 21 10 395. Është tjetër. Kisha një 395, por ishte tjetër. Në 28 maj të kam dërguar një. Është në proces, thot, ajo dhe kaq. Vetëm ashtu thot. Ka qenë në mars aplikimi për sëritur. Të Tirana Veri. Po, Tirana Veri sakt. Po duhet të ketë ardhur përgjigja e kësaj datës 3 prill ty. Unë e kam gjithë praktikën sepse jam jurist e kam përgatitur në studio. Në përputhje me procedurën dhe kam... As kjo e 3 prillit nuk të ka ardhur si përgjigje? Asnjë përgjigje për shkalimin e punësi të sipërfaqes o borën për dërim. Me trullin funksional. Bashkan gjithë dokumentacionin për kas dhe ligjin me praktikën. Jo, i kam këtu që unë kam përcjell rastin tuaj që në datën 12 maj, më fal. Në 11 maj më keni dërguar dokumentet. Qartë. Juve në 12 unë kam çuar në institucion. Me thënë të drejtën nuk kam marrë përgjigje përveç se po do ta shohim. Po të lë një mesazh këtu që të kujtoj më vonë dhe të marr një sqarim nga kadastra. Pasi mbyllesh telefonin kam një mesazh thjesht për të ngjitur lart bisedën. Ju kuptova, ju përshëndes shumë, faleminderit në pikje. Faleminderit. Gjithsesi për çdo gjë më shkruaj aty. Qartë të shkruaj, të kuptova. Faleminderit, ditë mbar. Faleminderit. Kalofshi mirë. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gazetar. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po të përshëndes. Ule zërin e televizorit, zotëri. Po, ula, fare. Ule në 0. 0 fare, 0. Erdi. Tani, si do shpëtoj Shqipëria nga të armi dhe traktarët e vendit, ka 85 vjetë, që po na masakrojnë edhe akoma, po na masakrojnë e po na përzëmë ka traktarët e vendit dhe armitë edhe hajdut e Shqipërisë që po vuaj 4 milion, po marri rrugët e botës edhe këta 200.000 familje të degeneruara komuniste ka 85 vjetë, që po na masakrojnë, po na torturojnë, po na përzë tani, po na përzë fëmijët e tyre, vdiqje e verë pushtra, ka në zagarë të mrapa që janë kriminalet e botës, që Sali Berisha dhe Ziki Stajrama janë armiqtë e vendit. Tani si do shpëtojnë nga këta, i dem lutem, i prostitutve, mos të shkullje në vendit të vina jashtë, ta shliroj vatanin në armiqtë e Shqipërisë dhe në serbët, që këta janë serbo grek që në 24 e Berogjën, e zgjodhi Serbi, dhe Sali Berishën e zgjodhi Serbi që na prishin fabrika uzhina. Ky armiku i betuar që ka vrarë edhe ka ngopur me gjak, që na Shkodra dhe në Saram. Ky kriminali e Ziki Stajrama që po përzë fëmijët edhe burrat edhe gratë ka prishur 90% të familjet jashtë shkatruar në këta në këta armi. Prandaj si do o popull, mos u tudhmi na sheshi që ta stirojnë vatanin, na këta kriminella që me gjithë fëmijë ti djegin, ti përvollonin, që këta janë armiqta, nuk janë miqta. Tani, ti du të marrësh parasysh shumë gjëra, te u s'kam asnjë ndjeshmëri në kuptimin e fol për çfarë të duash, për këtë të duash dhe si të duash. Po këtu te kjo si të duash, jo dhe si të duash. Se duhet të tregojmë një lloj etike, se pastaj mbaj unë përgjegjësi kuptimin po mirë. Dakor, qytetari s'ka përgjegjësi, po unë kam një farë përgjegjësi apo jo. Sa ko dal këtu, secili që del, e ka një lloj përgjegjësie për ta moderuar. Qoftë edhe komunikimi kur në disa raste, qoftë edhe me të drejtë, nuk po e paragjykoj fare,
e kalon atë cakun e mënyrës së artikulimit. Për të tjerët pastaj secili ka mendimin e vet, dikujt i duket ashtu, dikujt tjetër ndryshe dhe prandaj është e bukur bota se kemi mendime të ndryshme. Mirë, në 7:39 jemi, ju presim në vijim komunikimit të drejtë për drejtë me ju në 068 60 54 639 në 068 99 00008 për të vijuar në bashkëbisedimin me ju në këtë pjesë të parë të komunikimit dhe të dytën e programit për ditën e sotme, në numër që sapo ja përmendëm edhe pak më herët. Jo do të jemi edhe në ora juaj, po na shkruan dikush, e thamë edhe ditët e kaluara, kështu që do të jemi asgjë nuk ndryshon, vetëm kur të jem pushimet. Kështu që do të jemi bashkë edhe gjatë kësaj periudhe në mëngjes, në bashkëbisedim. Mëngjes telefonata. Jo. Alo. Alo? Urdhëro? Përshëndetje. Përshëndetje. Jo, flasni nga tapiza që nga demonstrative Niglës. Po. Ule zërin e televizorit, të lutem. Nuk kina rrugë të asfaltume. Ule zërin e televizorit, të lutem. Ka vu dorë fa asë në tapiz, asë në Rrinas, asë në Qerek, asë në Buramukë që rruga për faqe zezë. Kryetar bashkie nuk është. Rruga që është si lidh fshatin tapiz, nëpërmjet Rrinasit është e rregulluar nga fondi evropian. Edhe rruga që shkon për tapiz deri ke varrës së fshatit e pas faltume, ka disa vjet. I kena thonë disa herë, po s'merr kush basa. Prandaj ju lutem juve që të merrni ta basa. Pse në zbot që bon, është së që bon. Këta i bashkis, i pa përgjeqëm, ishte i një shëri tapiz, merë dhe komplet kamza, gjithë kamza, nuk është bo si lëvestime as ujt i gjithë, se ujt është fut me në mliqenin e tapiz. Që vjen nga lumi i zezë. Nuk ka dhe i si të të hëgjoj haqin të malë. Okej. Ju faleminderit për me kuptim. Edhe ne ju falenderoj shumë që morët. Faleminderit dhe për problemin që bot publik. 7:41 minuta. Por para se të ndalemi në telefonatat e tjera, të flasim pak për pensionet private. Domosdoshmëria e cilëve është sot, do të jetë edhe nesër, ka qenë edhe më përpara. Në Sigal Invest ju do të gjeni eksperiencën më të mirë të funksionimit për pensione private, sepse ka kaluar tashmë vitin e 20 me një traditë funksionimi, po e quaj kështu si term të shkëlqyer, fantastike, në dëshmitë të cilave ju i keni ekzistenciale dhe sot. Pra në 20 vjetorin e fondit Sigal, ishin të shumtë ata të cilët pikërisht përpara 20 vitesh, atëherë kur me të panjohurat ishe kollaj për të ekspozuar, por guximi i atyre që vendosën për të investuar paratë e tyre në Sigal bën që sot kenë një jetë me dignitet sa i përket financave të tyre. Thënë kjo, ti jep siguri, por mbi të gjitha jep vlerë. Siguri e mbron paranë tënde, e cila punon drejt për ty. Jam shumë i lumtur të konstatoj faktin nga përfaqësues brenda institucionit që nga çdo cep i Shqipërisë, edhe nga jashtë vendit, kanë qenë të panumërt ata të cilët duke dëgjuar këtë mesazh pikërisht këtu, kanë trokitur në zyrat e Sigalit dhe kanë vendosur që të investojnë dhe ata paratë e tyre për pension privat. Sepse kanë kuptuar që është zgjidhje e durë, kanë kuptuar që vetëm kështu mund të investohet me mençuri dhe kanë kuptuar që vetëm kështu mund të përfitohet drejt për drejt nga paratë e tua, nga kursimet e tua, qofshin këto edhe në shifra shumë të vogla. Padi një histori e para shumë viteve më herët, ishte kujtuar zonja, prap duke biseduar me përfaqësuesit e institucionit, ishte kujtuar që vite më parë kishte depozituar 100.000 lekë të vjetra dhe kur sheh llogarin, me kishte harruar si detaj pasi kishte bërë me një mikun e vet, kishte ja 3 milion lekë aty. Ja pra, kjo është ajo që ne themi me investimin e kursimeve tuaja
në fondin Sigal, duke hapur një llogari bankare me zero bankare, llogari për pension privat me zero kosto, ti depoziton paratë tua aty, ke një aplikacion në telefon që shikon balancën në çdo moment, ke dhe përfitime të tjera. Deri në 50% ulje shpenzimeve spitalore, nuk është pak, mjafton të kesh atë kartën që vërteton se je antar i fondit Sigal. Pavarësisht moshës që ke, pra nuk duhet jesh pensionist për ta përfituar, por nëse je edhe një 20 vjeçar dhe ke atë kartën e pensionit privat në fondin Sigal, në shërbimet spitalore ti përfiton deri në 50% ulje, që nuk janë pak, janë goxha, nuk ja urojmë askujt spitalet, por s'është në dorën tonë. Telefononi numrin e mëposhtëm, faleminderit Sigal për këtë mundësi fantastike dhe ideale që ke dhënë për ne. Mirëmëngjes telefonata. Mëngjes. Mirëmëngjes. Shëndet. Urdhoni. Jam një qytetar, bërë një aplikim në 2005 dhe akoma s'ka marrë përgjigje. Në 2005? Janë bërë 2005. Për çfarë ke bërë? Janë bërë sa herë bën zgjedhje, kanë bërë në një verifikim këtu, kanë ardhur ata të asaj. Dhe prap asnjë përgjigje. Ku ndodhet prona? Në Fier. Në Deva. Ke dokument aplikimi? Po, s'e ke do tani. Jo tani jo, po them a ke. Nëse ke mundohet ma nisësh dhe të pyes në kadastër se çfarë bëhet. Dakor? Mundohet, ta ndjekim si rast. Po. Mirë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Turën shëndet. Shumë faleminderit. Dhe një ditë mbarë. Jam ai qytetari nga Kosha, Arsi Degollari. Po. Që diskutuam për të pronën këtë, që na ka marrë arësheja në rrugën e Shekës. I dërgova ato dokumenta që më kërkove. Po. Po që se i ke parë. Ku mi dërgove që... Këtu me... Ashtu, në WhatsApp, që i thonë kësaj që unë se di. Po, me... I kapë të në bëhe. Po, kur? Jo, dje par dje. Në çfarë numri? Po me këtë numër që po të marrë tash. Mi thuaj të rejtë të fundit shifrat. Të numri tënd. Tëndit se timin e di unë. Për atë tash së mund të ndodhi nga celularit që po fletë metit. Po nuk e mbanë Ke dy numra ti, ke dy numra. Dhe me këtë që të mora shim, me këtë ti ka dërguar. Po, nuk e nxjerrim dot tani. Kur ma ke dërguar? Par dje. Të dërgova dokumentat time, certifikatën që më the pronës, edhe të ti kom shiu që jemi të dy bashkë, këtu janë 4-5, po ne të dy që jemi këtu. Po se nuk e mbanë më numrin. Me të thënë dhe që unë kam shënuar Klodi Karaj këtu. Ore, numrin tënd do i ndëruar. Numrin tim është me 412. Po këtë më thuaj mo se unë nuk njoh numrin tim, do ta kërkoj ty unë. Po thash për më fal. Po unë e di numrin tim, se du të them ty. Me 412. 069 73 61 412. Mos ma ke risur dhe këto numrat e ekranit, ore. Me këto numra që kam këtu, që po flasim tani. Jo, nuk janë ata numrat aty, nuk na e dërgon dot aty ndëruar. E po numrin tënd personal se kam unë. Mi jep numrin tënd atëherë 069 73 73. Po, 61. Po. 412. 412. Një moment. A tani po, jo s'm ke çuar gjë, do kesh dërguar aty, po the ato numra nuk vjen mesazhi, se di çfarë ke dërguar aty. Po si? Do flasim pas emisionit. Të marr prapë unë apo do më marrësh? Do flasim pas emisionit, do t'ju marr unë. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju për telefonatën, shkojmë tjetër. Kemi? Mirë, jemi në fundin e pjesës së dytë të emisionit në 7:48. Numrat i keni të djathtë ekraneve 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo? Alo, mëngjesi. Mirëmëngjes.
Kam aplikuar për certifikat pronësie që në 2013, por përgjigja është se është mbi vendosje. Edhe kur të dali VKM-ja, po gjitur me mua kom shive u kanë dalë. Po, edhe? Dhe si mund të pyes, unë s'ka mundësi për shembull që të sa atje nuk të lejnë në kadastër që të... Qiko, zonjë, pronat kanë specifika të ndryshme. Që do thotë nëse në po të njëjtën zonë, në po të njëjtën, po themi... Ngjitur, kjo nuk është rregull i shkruar që nëse i del certifikata komshiu, do të ndalë dhe mua patjetër. Nuk funksionon kjo logjik. Dhe më thëmë që është një njëti pronar dhe është lekujduar me shtetin. Po pra, nëse aty ku jetoni ju sot ekziston tokë apo pronë shtet, do të nisi procedurat për ta blerë atë pronë. Jo, është tokë me pronar. Po pra, si me pronar? Si me pronar, zoj? Ka pronarin e vetë që ka patur. E dashur, kur keni aplikuar në 2013-ën, çfarë ju kanë thënë? Kur të dali VKM-ja që të shpronsohet pronari, atëherë mund të merrni për certifikat e pronësisë. Po pra, kjo s'ka mbi vendosje kjo. Kjo është tokë me ish pronar, pronari nuk ka marrë akoma kompensimin, kur ta marrë ai do të hapet rrugë kështu po. Më kupton? Ku ta marrin vesh nëse ka marrë apo se ka marrë ai shpronsimin. Kjo është tjetër që pastaj duhen parë këto lista dhe duhen ndjekur, por që kështu funksionon e nderuar. Në rast se nuk merret akoma. Dhe certifikata e ndërtesës ka dalë, ndërsa e pronës jo. E tokës jo. Po pra. Kur të kompensohet pronari e dashur, do të hapet rruga për certifikimin ose për dokumentimin e pronës. Më kupton? Në çdo rast tjetër jo. Faleminderit. Kështu. Faleminderit juve për telefonatën. Në 7:51. Mesazhi i çuditshëm, por gjithsesi e shohim. Më vonë. Ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në përfundim të pjesës së dytë të emisionit jemi. Kemi telefonat? Urdo? Okej. Një mëngjes. Dëgjoj pak me shkëputje, po paraardhësit nuk e rregulloj dot. Kam besim te pasardhës. Okej, jemi në 7. Ja se gjova prapa. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Flori. Mirëmëngjes. Kam dërguar një ashtu për atë kadastës. Edhe pres përgjigje, nuk e di. Kush jeni? Jam me shkëlqimin. Kas nga Sukti me 299 fund. Ta dërgova atë në mesazh në WhatsApp. 299. Po. Tash mos marrë shkujta kështu. Më ke çuar dhe tani? Po. Jo, bërë shumë mirë, ma nisë dje pra. Djeta kam nisë, por nga që e pashi se ke parë, tash ta kuptoj. Jo, mos shiko, po pra, ja, pse më ngasmove tani që e hapa kot. Shiko çfarë ndodh, domethënë unë i hap mesazhet në momentin kur vendos për të kontaktuar me institucionin edhe. Po meqense je këtu, kjo është përgjigje, nuk është dokument aplikimi, ha? Ja, di, e kuptoj, po thash. Domethënë, dhe thot qendra kadastres digjitale pasi shqyrtoi e tjera referuar kësaj. Nuk mund të vijohet me plotësimin e pretendimit tuaj pasi jam MTP-ja, po në Suk të ri. Po ti pas ke marrë përgjigjen ta kanë refuzuar, pse? Po kuptoj, po çfarë du, po pse më kanë refuzuar se nuk jam vetëm unë, janë nuk mund të vijohet me plotësimin e pretendimit tuaj pasi jam MTP-ja juaj është lëshuar në fshatin Suk të ri. Sukti ka qenë gjithmonë, nuk e di sa e njeh Suktin, po Sukti ka qenë gjithmonë një bashki. Rushkull, Hamalle, Përlap. Edhe është bashkë prapë sot, i gjendje civile e ka këtu në Suktit. Në rrim këtu, unë me banoj këtu
qendra suksit, tu në fillin fare, sa ka lëtë stradën. Kurse tokët janë në poshtë. Tokët janë shpërndara, kena punu ande. Kam punu vllai im nëse im ande, unë kam punu në mallë. Ke përse shkëndë mallë si ka qenë. Por kohën e verit u nda, jo, bën 3 ndërmarrje vetëm për punësu njerëzit. Tash do të jetë shfuqizuar diç. Kur e nda mas 90-s tokët, nuk e nda para 90-s se hajt më. Kuptova, shikoj, këtu nuk tregohet praktika se çfarë ndodh, se çfarë bëhet, unë nuk e di se neve na thonë me pyet atje në Tiranë ka ajo prefekturë ç'është ajo që të jo s'ka lidhje. Më lër se do të pyet vetëm. Si? Në Durrës në prefekturë kanë pyetur, na kanë thonë që kanë ato të prefekturës e Tiranës, që është një vetë si ta them. Prefektura e Tiranës, nuk e di, si ta them. Do pyes unë i nderuar edhe të shohim çfarë, sepse institucioni në fjalë nuk është, domethënë është agjencia digjitale, po jo kadastra drejt për drejt që merret me. Nuk kupton, na lër kohë të marrë informacione dur se çfarë bëhet, se besoj duhet ta ketë një zgjidhje, nuk e di çfarë lloj aplikimi është bërë, por gjithsesi duhet parë. Mirë. Ju mund të pyesni edhe Durrësin ata prefekturës. Po, pikërisht, se aty duhet pyetur në Durrës. Rrof, shumë faleminderit. Faleminderit ty për telefonat. Ti është më e ditë. Po e kuptova. Publicitet vim pas pak në pjesën e tretë të programit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju uroj për emisionin tuaj të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Jo gjithë hallet tona nuk ziren ashtu siç duhet, po desha të bëj një kërkesë. Më thuaj. Kam vllajin që para 8 vitesh doli në pension, ishte minator. Edhe i doli një pension skandalos. U morëm 3 vite me gjyqet, edhe gjykata administrative ja çoi letrat në gjykatën e apelit, edhe sot e kësaj dite nuk kemi asnjë përgjigje. Në apel, a? Po, në apel. Vetëm duat me mësoj se çfarë rrugë të ndjekim. Le të bja rrugë që mund të ndiqet është për të bërë ndonjë kërkesë nëse do merret në konsiderat, por nuk ka rrugë tjetër pastaj. Unë dhe ty të propozoj të jesh kryeministër. Okej, faleminderit. Mirupafshim, ja kalofshi mirë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Kemi tjetër? Alo? Alo? Urdhëroni. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjesi. Unë nga ishte lesht për sahatin e drita, me numrin e telefonit 164. Po. Unë ke thonë si ta po t'jap përgjigje. Përgjigja e fundit që unë kam, ja një sekond. Përgjigja e fundit që unë kam marrë është që do e kanë konstatuar dhe do vinë aty, nuk e di nëse kanë bërë ndonjë përpjekje apo jo, këtë do ma thuash ti. Asi se shtëpi jam. Fare, ha? Ja, fare, asi gjao. Do të të marrë pas emisionit. Urdo? Do të telefonoj pas emisionit. Faleminderit shumë për idetë. Faleminderit juve. Faleminderit, kjo është jetë gjatë. Asnjë lloj borxhi. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Po. Alo? Mirë. Ona. Ha, more. Klodi. Po, ju. Klodi. Urdhëro. Më fal, se jam e zonja e më shumë nga Elbasani. Ashpir, më thuaj. Që bisedova për ato lekët e kompensimit që s'mi kanë vënë nanës. Ona kam bërë dhe 3 kërkesa Ministrisë Drejtësisë, ato thonë që lekët janë në bankët, ka përgjigje nga AKP-ja, janë në bankë, edhe nuk janë kthy prapë. Po kur janë bankë, s'janë kthy prapë. Se që bankë është, nuk e ma pariste, nana i numër, jam plejt një jetoj vetë. Jam me operu me kam e gjoksin 7 herë. Po, a e lam që do më thuash emrin e dosjes? Po, ne e mora se avokatës una. E mori nana. Po, emri. Numri dosjes është 150 viti 194. Edhe një 150? Po, 150 vitit 94. Me vendimi i Këshillit të Ministrave
numër 174 viti 2020. 2020, ha? Ti kur e ke marrë këstin e parë, zonjë? Këstin e parë, të shimona dhe më kanë kërvojta vetë ka AKP-ja, me 2025, se këto janë dalë që 24. Ata ma të fortë të i morë, nuk plejtë një, nuk e marrë bje, nuk e kuptoj që bahet. A gjënafë, jo për një gjë. Se unë i kam banë për esë një kërkes nga ministria, edhe ministria ka qua këtës, që ta di shtiv për mbajtjen, edhe ato kam përgjigje për që ja dërtë shumë në bankë, edhe nuk është këthuj më apë, ato janë regullë, për po a banga, kush a banga, unë kam gjerë në logarinë, kërkesu, ja. Po pra, më thënë dherën e kaluar, pra ta i numri logarisë që ti ke të hapur, nuk ka gjë, apo jo? Jo, s'ka fare, i kam marrë të me firë, me vullë, për nuk kam nana, nuk kam më shumë, ku të shkaje, ku da. S'ka gjë, me të dhënat që më dhe do presim. Po të ishe me më ndimu, falimnejt shumë të di për ne. Po të më marrës ti? Të marrë unë pa tjetër. Bravo, paradikshën mjestë, kur të kem një sjarim. Mirë zemë, falimnejt, me pak të qëtova. Gjithë të mirë, falimnejt për telefonatës, për me tjetër, mirë mëgjesi. Alo, mëgjesi. Shëndetje. Shëndetje, për urime për emisionin të di. Shumë falimnderit. Motorime ka dalë ka 3 muaj pension. Po? Edhe si ka ruar të domenu ka pyt ke Elvania, jo s'puno, jo puno. U di u të shi. A ka aplikuar? Ha? Ka aplikuar për pension? Aplikuar, ka të zonë që ke i vitë mangët komentar të kësini shtatin. Po? Edhe ku di u, qoje të atje, murke e Albania, e shka se dojë përgjigje. Po vjen përgjigja, kur e ka quar këtë herën e dytë kërkesën? Ka 3 muaj. Për herë të dytë? Po. Janë procedura që edhe shkojnë deri në 3 muaj ndëruar, por nëse zgjat edhe pak, më thuaj emër mbi emër dhe të pyes pastaj. 68, Shqipe. Emrin e zonjës. Shqipe. Shqipe mbi emrin. Qullhaj. Kush? Qullhaj. Po babai? Gjemal. Ku jeton? Në Selit. Në? Selit. Në Selit. Okej. Faleminderit. Faleminderit Toni. Gjithë të mira dhe për ty. Faleminderit për telefonatën. Vjojmë, jemi në pjesën e tretë, në 068 60 54 639 068 99 00008 për vazhdimin e komunikimit me ju deri në 8:50 si zakonisht nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 do të jemi së bashku dhe gjatë këtij muaji, kështu që nuk ndryshon asgjë sepse na keni pyetur disa që në momentin kur thamë që do të jemi edhe në mbrëmje. Bashkë do të jemi edhe në mëngjes, kështu që mos u shqetësoni. Si për herë nuk ndryshon asgjë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9, ndërsa në ora sport do të jemi nga ora 22:30 deri në 23:50. Diçka e tillë. Kemi telefonat? Okej, presim pak çaste. Numër të jeni aty 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Kush e përfiton 18.000 lekshin? Okej. Atëre, 18.000 lekë të vjetra, ajo e janarit, është për pensionet urbane të plota. Pensionet urbane të çfarë do thotë të plota? Okej. Atëre, po jo shpjegoj edhe një herë. Pensioni plot quhet kur ke vitet maksimale, kur ke dalë në pension, në vitin që ke plotësuar moshën për të dalë në pension dhe ke aplikuar, ke pasur vite maksimale. Që do të thotë kjo. Pra, për t'ja u shpjeguar. Ja, një moment se. Pra, nëse i pensionist dhe ke dalë në vitin 2020, po themi, pensioni quhet i plot në rast se ke dalë me 37 vite punë. Në rast se ke dalë me 36 e 11 muaj, quhet i pjesshëm pastaj. Dakor? Pra, ky është pensioni i plot që ti ke dalë me vitet e plota dhe maksimale në kohën kur e ke plotësuar moshën, që aktualisht në 2026 është 39 vite dhe deri në 2029 shkon 40, aty ndalon pastaj. Mëngjes telefonata. Alo? Klodi? Urdhëro. Mirëmëngjes njëra.
Emision të mbarë, të uroj gjithë të mirat, e botës të uroj. Tash kam një problem kështu më kradi. Burri tim ka ndëruar jetë. Edhe kam një shtëpia ka lënë çupës ai me testament. Mirë po kjo shtëpia është në emrin e tia. Si mundet që ta kaloj në emër të çupës unë? Shiko, e para një duhet parë statusi i asaj dhe kush është përfitues i asaj prone tjetër përveç burrit. Jo, asnjë të pronës tjetër. Po pra fëmijë tjerë ke? Ai e ka shënuar vetëm në emrin e tia. Për shembull, domethënë ja ka falur çupës, po si ja ka falur çupës, se mund të ketë edhe pjesëtar të tjerë aty që janë ligjërisht pjesë e pasurisë. Jo, nuk ka fare, se shtëpi tjetër ajo ekzistusja. Edhe një vajzë ke? Unë kam 3 vajza, po tash dëgjoj. Unë kam shtëpinë time që e kemi marrë me kone atëherë të Enverit edhe jemi të tërë pjesëtar të familjes. Ky ndërkohë shitëm ne vekshim 2 dhoma në kuzhinë, morëm dhomë me kuzhinë në një vend edhe me kuzhinë në një vend. Dhe këtë dhomë në kuzhinë se ka marrë nga 2007 dhe e ka lënë vetëm të njërës çupë me testament e ka lënë ky burri tim. Tash po mirë po ky e ka shënuar në emër të vetë. Pa ndonjë gjë kështu, tash si mund ta kaloj në emër të çupës, sa janë vetë gjallë pa. Tani unë nuk e di nëse mund të kaloj vetëm në emër të çupës apo edhe në emër të çupave të tjera, sepse duhet parë kur është bërë pasuria, trungu, familjes, kush ka qenë i përfshirë gjithë me radhë, por nëse po të tregoj se si bëhet. Si bëhet, se dëgjoj mirë telefonin, prandaj më fal. Do të çelet dëshmia e trashëgimisë. Te noteri. Po. Dhe pastaj trashëgimtarët e asaj prone, prandaj thashë nuk e di kush janë. Qanë asnjë. Po e para jeti njërë se je bashkëshortja ati? Mirë, atërë. E pra. Dhe kur thua asnjë, kjo nuk është me fjalë, por kjo është me ligj. Kur është ndërtuar ajo shtëpi ose kur është marrë si pasuri? Jo, dëgjoj. Ai ka qenë pallati Shyqos atje vreti vjen nga qyteti. Ai ka qenë ai Shyqos, po. Shyqos ai madhi në kryet rrugë Korçës, e ke parasysh ti. Tash se si mbaj mend të vitat dhe unë shkreta. E dashur dëgjoj, mos u lot fare. Shkote një noter. Më bëj këto procedurat e çeljes së dëshmisë së trashëgimisë dhe ai të tregon se kush është përfituesi i kësaj prone. Dhe në rast se je ti dhe fëmijët të gjithë të tjerët, në rast se po ti tregoj të dyja rastet. Po. Atëherë do bini dakord që 2 vajzat e tjera t'ja kalojnë vajzës tjetër. Ashtu, Pronën. Në rast se dhe ato ligjërisht janë pjesë të kësaj trashëgimie. Jo, s'janë ato fare. Unë po them nëse, se unë nuk e di. Po, mirë, nëse. Unë po t'i them të dyja. Nëse je vetëm ti pastaj, e ke të drejtën vetëm ti për t'ia dhënë të plot. Po, vetëm. Shumë të faleminderit. Nëse jeni të katërta, do bini dakord në rast se me vullnet të lirë. Vetëm të dy neve, mi tregove shumë mirë. Shumë të faleminderit, shumë dhe pafsh të mirat e gjithë botës ti dhe me gjithë familje. Shumë faleminderit. Unë të uroj shumë nga zemra një. E çdo ditë ndjej këtë televizorin Ora News, po nga njerë më shkëputet e ka me digital. Sepse bën ato shkëputje se di. Nuk e di. Sa ngrihem atje hap këtë televizorin. Se zgjidh shumë gjëra. Shumë faleminderit. Je shumë i saktë, bravo të qoftë. Bravo. Shumë. Bravo për korrektësinë që ke. Të përqafojmë. Edhe unë të dua shumë, të përqafoj shumë, se zgjidh shumë hallet tona të pensionistëve. Faleminderit. Rrofsh edhe gjithë të mira. Okej. Mi tregove shumë mirë rrugët. Rrofsh. Jam shumë i lumtur për të gjithë të mira. Kemi tjetër? Okej. Tani. Herë tjetër. A tregoj edhe herë se po jo tani se unë po si për radhë pastaj. 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Alo. Po. Urdhëro. Mirëmëngjes. Me Klodin dhe po. Klodi jam zonjë. Më dëgjojnë që. Po. Jam një vend, kam 4 vjetë e gjysëm, kam 2 djemë e një vajzë. Po? Vajzë ka marrë statusin e jetimit. Që kur më ka vdekur buri, më lidhën një asistencë. Çfarë buri? Më lidhën ndihmë ekonomike. Të lidhën asistent, po e kuptoj. Po. Djemë të njëri me ikën në Gjermani, njëri më punon kamarierë Arandë. Që kur më filluan që më ikën, djemë të kështu më prejnë asistencë. Po. Në tonë, që duhet të ndash djemë të nga trungu. Po, është shumë e vërtetë sepse ata konsiderohen mosh pune dhe burim të ardhurash, ndërkohë që të ardhurat duhet të jenë 0 për ta përfituar atë.
Si do të kenë zero? Të ardhurat e shtëpisë. Po, nuk do të kesh burime të tjera. Po, unë nuk dua të ardhurat, dua të dimtë. Ata kanë jetën e tyre. Ti mbajnë për veten e tyre. E kuptova. Por duke ndarë nga certifikata, ti e përfiton atë. Duke mbajtur në certifikat, ata janë jashtë, nuk e përfiton. Okej. Më kupton e dashur? Po, faleminderit Klodi. Të duhet. Kjo funksionon edhe për aplikime apo elemente të tjera, jo vetëm këtë aspekt. Është njësoj për shembull si dikush nëse trajtohet me ndihmë ekonomike, nga bashkia dhe një moment ai për kushte më të mira jetese shkon dhe punon jashtë shtetit, automatikisht apo konstatohet nga sistemi hiqet kjo ndihmë ekonomike. Më kupton? Unë duhet të shkëpunësh nga trungu që të marrësh. Patjetër që po. Patjetër që po. Faleminderit. Mirë. Faleminderit edhe ty. Të mbarët. Gjithë të mirë. Faleminderit. Janë disa teknikalitete në fakt që duken absurde, por që të tilla janë. Unë jam pro ndryshimit të tyre, sepse për shembull, ku ndryshon kjo? Zonja tha shumë mirë që isha përfituese, deri në momentin kur fëmijët ishin këtu, dhe tani janë jashtë. I thuhet që, se është ligjore, bijem dakord, që duhet të shkëputesh nga trungu i familjes me djemt, në mënyrë që të bëhet lidhja që nuk janë burim të ardhurësh e gjitha me radhë, por nuk e pengon askush një fëmijë, qoftë edhe të shkëputur nga trungu i familjes, që ta mbaj me të ardhura prindrit. Pra nëse ti e nxjerr në certifikat më vete, nuk do të thotë që ai nuk është, pra është i ndaluar për ta ndihmuar. Dhe këtu bie kjo. Ose si puna e kompensimit të energjisë elektrike funksionon e njëjta gjë, por të përfituar duhet që të jenë vetëm burrë e grua pensionist dhe mos kenë fëmijë në ngarkim, sepse quhen burim të ardhura. Po çfarë ndryshon nëse ti e ndan fëmijën me dokumente dhe ai prap të jep të ardhura mujore, pra se nuk e rregullon dot këtë gjë. Kështu. Mirëmëngjes telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nëse jam unë në radhë. Po juve jeni në radhë. Po, unë telefonoj faktikisht unë edhe 4 ditë mbush 62 vjet që du të aplikoj për pension. Edhe kur marr ato të dhënë, kam punuar në shtet njerëz të pari, kam punuar në si mësuese. Edhe që nga viti 83, kur marr të dhënat e mia aty dhe sigurimet shoqërore shikoj që vitet 94-96 si problemi jashtëzakonshëm për të gjithë. Më figurojnë sigurimet shoqërore të paguara 2 muaj po, 1 jo. Ka emër, 2 muaj po, 1 jo, 1 jo, 1 po. 94, 96, 98. Kur i mbledh këto muaj që më mungojnë atje, më dalin 48 muaj që më mungojnë. Si është e mundur, si mendoni ju çfarë mund të bëj? Ky është një problem për të gjithë. Është problem për të gjithë dhe për të gjithë zgjidhet vetëm me gjyq. Vetëm me gjyq. Zgjidhja e fundit vetëm me gjyq, mendoni ju? E para dhe e fundit. E para dhe e fundit. Për fat keq po e tash. Po, ne që kemi punuar në arsim dhe në gjëra shtetërore, kjo është kulmi. Kulmi është vërtet, por që më vjen keq të them se kjo është zgjidhja. Kjo është zgjidhja vetëm gjyqi. Vetëm gjykata. Faleminderit për përgjigjen. Të lutem dashur, të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën, ne dëgjofshim. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Unë jam një pensioniste që jetoj këtu në Tiranë. Dhe kam dalë në pension para një viti. Do të thënë në 2025, në maj të 2025. Po, edhe? Dhe në pensionin kam dalë me pension të plot, por 2 vite që kam qenë me kontribute e vetë punësuar nuk mi kanë llogaritur. Kam folur dhe njerë më parë me ju, por nuk kam marrë një përgjigje nga që mund të prej linja. Okej. Pra dhe njërë, sa vite ke qenë vetë siguruar? 2 vite më kanë, do më thënë nuk mi kanë llogaritur. 2006 ti ke paguar vetë ato? 2007 që kam qenë vetë punësuar në biznes të vogël. I ke mandatet? Mandatet jo, nuk i kam, po ato kam librezën të vullosur. Po pse nuk ta llogarisin? Çfarë thonë sigurimet shoqërore? Nuk mi kanë llogaritur se mungojnë listë pagesat tonë. Dhe më thanë të sigurimeve që duhet të marrë listë pagesa nga një ekonomist
dhe t'i dërgosh në tatimet. I dërgova në tatimet, më kthyen përgjigje të tatimeve që je në rregull me këto lispagesa. Por ama nuk mi kanë llogaritur. Po jo, po dakord, po ti pas tatimeve a shkove te sigurimet pastaj? I kam çuar unë në sigurimet të gjitha letrat edhe jo, pas tatimeve, pas përgjigjes që do thanë tatimet. Po. Po, e ke dërguar te sigurimet pastaj? E kam dërguar pra, e kam dosjen atje dhe kam mbajtur edhe vetë mbas ta kohësh atje në sigurimet. Ku jetoni o zonjë? Unë Tiranë, në Llafar. Nuk besoj të jetë kështu tani, do të thënë pasi të janë gjetur këto dhe të mos. Kam gjetur sigurimet dhe më kam thënë që është një ngërç midis tatimeve edhe drejtorisë së Lundrës. Po pra, tatimet si ta kthyen përgjigjen kur i dërgove këto dokumente, me gojë apo me shkrim? Tatimet jo e kam me shkrim me zash më erdhi që jam domethënë përputhen. Do më japësh një numër telefoni? Kontributet e zonjës përputhen me këto vite. Një numër telefoni do më japësh? Po, 067 30.000 Sa? 57. Edhe një herë. 067 3 Po 000040. Ma the 30.000 shpar. 57. 87 apo 57? 5. Po. Po të shkruaj për të më nisur dokumentet. E dëgjova. Mund të marrë një përgjigje nga ju? Po do të më nisësh dokumentet një herë. Ku të ta nisi? Ja të kam shkruar. Sa po të mbyllësh telefoni ke një mesazhet. A mirë, ta kthej unë përgjigje. E kam. Mirë. Faleminderit. Edhe juve faleminderit për telefonat. Faleminderit. Po më dërgo dokumentin pastaj presësh përgjigje. Mirë, para se të shkojmë tjetër telefonues të ndalemi në mesazhin e përhershëm. Por është më shumë se sa kaq, është më shumë se sa mesazh se është nuk di çfarë termi i vendosim më. Pensionet private janë zgjidhje, kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi sepse jo më kot vendet më të zhvilluara të Evropës, si Norvegjia, Finlanda e gjitha me radhë, kanë arritur që ta bëjnë të detyrueshme këtë në kushtet kur skema e sigurimeve shoqërore në shtet është gjithmonë në kolaps mes kësaj mos rakordancës së numrit pensionistëve dhe numrit kontribuesve, që sill pastaj për pasojë ato pensione të ulta që përballen sot pensionistët. Dhe aty është bërë detyruar sepse funksionon dhe qytetari përfiton në mënyrë të drejtë për drejtë, pasi gjithë ajo që ai kontribuon ndër vite përkthehet përveç asaj që ka investuar në pluse të tjera. Pra askush nuk të mos e marr me rezervë faktin që pas 10, 15 apo 20 vitesh me shumë pak të ardhurat ti mund të bëhesh milioner në kuptimin e plot të fjalës. Dhe çfarë? Me vetëm një lëvizje. 5 minuta kohë do marrësh nga përditshmëria jote për të hapur një llogari pensioni privat, të cilën ti e sheh pastaj nga telefoni jo se si ajo shtohet çdo ditë më tepër në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës dhe bëhet në disa fish. E para një ke qetësi se thua çfarë do që të ndodh, kam një kursim apo një depozit se ku mund të drejtohem. Por e dyta ti përfiton, pra në moshë pensionit i ke një pension të kënaqshëm nga i cili do kesh goxha përfitime, nuk do kesh asnjë lloj problemi ato që shumica dërmuese e qytetarëve pensionistë sot ankohen dhe nuk do presësh nga institucionet për të bërë indeksimet 2.3 apo maksimumi 2.8, 2.9% dhe që në xhepat e qytetarëve janë hiç asgjë, edhe pse në atë ekonominë e madhe janë goxha, por kujt i intereson përballë xhepit të vet. Bëjni dhe ju, bëjni sepse është vërtet zgjidhje dhe është vërtet përfitimi drejt për drejt në një hark të shkurtër kohor. Sa më shpejt bësh pjesë e fondit Sigar për pensione private, aq më shumë përfitime ke, të cilat shoqërohen pastaj me përfitime në kuptimin e taksave, tatimeve nga vet punëmarrësi dhe punëdhënësi, po ashtu nga qytetari i cili nëse ka të kartën e pensionit, pavarësisht moshës, përfiton ulje deri në 50% të shërbimeve spitalore, ulje po ashtu të konsiderueshme në përqindje të pagesës detyrueshme të sigurimit të automjeteve dhe shumë përfitime të tjera, ndjes të cilat ju do t'i zbuloni duke telefonuar në numrin e më poshtë, mos harroni, numri aty është vetëm numri i Sigalit, jo joni. Faleminderit Sigal, kemi kohë për një tjetër shpejt. Telefonat? Kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit në 8:30, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje.
Alo? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Po. Jam një zonë që më ka vdekur burri para 14 viteve. Banesa që në emrin e bashkëshortit, por ne kemi bërë një gjyqë edhe jemi bashkëpronar, unë edhe 2 fëmijë. Por me që njëri fëmijë ka shtëpinë e vet, ne duhem që t'ia dhurojmë njëri të djalë. Unë kam bërë një testament kur pas vdekjes time që t'ia dhuroj djalit, po përse djali tjetër duhet të paguaj një shumë për t'ia dhuruar vllait banesën, pjesën? Si pse duhet të paguaj? Çfarë shumë e ka paguar? Urdhëro? Çfarë shumë e ka paguar? Jo, nuk ka paguar, është ligji që duhet të paguaj një shumë, nuk i di mirë. S'ka për të paguar. Po për të dhuruar pjesën. Është brenda familjes. Po, brenda familjes, vllai. Po, nuk është një shumë kush e di e madhe, si po t'ja japësh besës apo nipit, më kupton? Nuk është shumë e madhe. Jo. Sepse kur kam bërë shtesa që ajo 15% në shtete, ka fronte në bas të metrave, deri në 10 milion lekë, ku du noterin e ka thonë? Ka ndryshuar, duhet shkosh tani ti bosh. Urdhëro? Duhet shkosh tani ti bosh, ka ndryshuar. Po, shumë faleminderit. Të lutem e dashur, faleminderit edhe juve për telefonatën. Dhe kishim në kolateral, banesë dhe ndaj nuk i kam bërë. Po, e kuptova. Po, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Po. Gjithë të mira. Shkoj me tjetër, na ka pritur? Alo. Jodi, përgjën? Mirëmëngjes, po, të dëgjoj. Dëgjoj, kam një problem të vogël, tjetër. Po? Kam aplikuar, kam po bëj 2 vjet, kam një truall në Pogadex, edhe mi kanë marrë dokumentat originale të gjitha, pa 2 vjetë, më thanë të marrësh pajet. Ka dalë me paje me gjitha, dhe nuk po marrë të paktën mirë se s'po marrë paje, të më japin dokumentat të paktën t'i fusë në Strasburg. Për çfarë aplikimi? Për një truall në Pogadex. Çfarë ka ndodhur, ta kanë marrë? Edhe i kam bërë gjyqit, i kam aprovuar, janë ka dalë edhe pajet, dhe më thanë ata mua pa 2 vjetë, në shift originale dokumentat të gjitha që ke bërë. Po ta kanë marrë, po them atë. Mi kanë marrë ata dokumentat. Në shkam tani vetëm qa aplikime që kanë parë. Dokumentet jo, pronën, të kanë marrë pronën. Ja, pronën e kanë marrë, po e ka zaptur njërë ati një shefi policisë. Dhe ti tani çfarë po kërkon? Dhe unë tani, bëj gjyqi, ka marrë vendimin e gjyqit që më kanë caktuar ata një 56 milion lekë. Edhe më thanë pa 2 vjetë, në shirë dokumentat originale, se i ke gati për marrë parë. Tani unë po bëj që kam 12 vjetë që i kam para 2-13 vjetë dhe nuk të pak o të më japin pajet, o të më japin dokumente t'i fusë në Strasburg, se dhe i të shjetë jo në Strasburg, po edhe ma tanë në Amerikë s'ke majtur. As pajet, as dokumente s'kam. Vendimin e gjyqit, pse nuk e ke marrë? E ka marrë vendimin e gjyqit. Po çfarë thuhet në gjyq? Tani unë vetë atje nuk gjeja si një gjë. Çfarë vendosi gjykata, zotëri? Gjykata vendosi që të më japi pajet. Kush? Gjykata e Korçës e Pogadecit. Po cili institucion duhet t'ja pagesën? Tani se kush institucion duhet t'a japi Pogadeci, kush të japi? Edhe më thanë, atë e dilëshin në televizor, në thanë, ke 56 milion lek për të marrë. Do marrë gjosh në 20% se dhe japim edhe një truall, po në shto marrë së një tani. Cili institucion është ngarkuar për të dhënë pagesën, pra? Atë nuk e di ku që ngërë, tani unë ku të vete pa e qire, s'ka asnjë institucion ku të vete, ku të shkoj. Po cili institucion është ngarkuar për ta ekzekutuar vendimin e gjykatës? Institucioni ishte atje i krimi i pronave në Tiranë. Më nisë dokumentet e gjyqit i nderuar dhe gjitha ato që ke dhe të... Po, unë do të vi, ose, a ka mundësi të më të shaktosh një ditë të vinë në Tiranë unë? Jo, sepse unë jam e di se zan, po, të vi atje ke puna jote, një dite, një 10 minuta dhe ke porta, të më presisi, vetëm që ato ditën. Deri në 19 korrik jo njëherë. Na, nuk ka deri në 19. Jo, minis me post është, njësoj është, mosu shqetëso, minis me post të gjitha dokumente që ke, sepse është e njëjta gjë. Mirë, gjenë faleminderit. Dakord? Faleminderit shumë. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Rafshit. Të lutem. Presim tjetër, mirëmëngjes.
Okej, pak momente këtu. 15 minutat fundit e emisionit për takimin e sotëm. Me këtë të njëjtë të datës 11 qershor në 068 60 54 639 068 99 00008 edhe për ditën e sotme në komunikim për orës 7:30 minuta, ndërsa në pjesën e parë dini tashmë që ne u përcjellim një panoramë përgjithshme të asaj se çfarë ndodh në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv, faqen tonë të webit, të cilën mund ta ndiqni në çdo kohë nga kudo që ndodheni për të parë aty zhvillimet në ngjarjet e orëve të fundit dhe jo vetëm. Ju presim, jemi në pjesën e fundit të programit për ditën e sotme dhe një numër i keni aty 068 99 00008 068 60 54 639 si bëhet nxjerrja shikoni, nxjerrja të paktën ligjërisht ose pastaj si ndodhet çfarë bëhet ndryshe ne mund ta them me bindje, por ka radhë kronologjike dalja e lejeve të legalizimeve, pra që do thot kronologjike bëhet nga momenti nga vitet e para kur hap procesive deklarimeve, pra 2005-2006 dhe deri tek aplikimet më të reja. Dhe jo pa qëllim në disa prej kërkesave që ju vetë na keni sjell, ka një përgjigje nga ana institucioneve të ndryshme të drejtorive vendore të kadastrës në Shqipëri, duke përmendur edhe arsyeën e saj, pra që është aplikim, kanë prioritet aplikimet e para dhe pastaj vendoset sipas rendit kronologjik për shqyrtimin e një dosje të caktuar. Sepse edhe logjikisht, edhe ligjërisht jo dhe aq, por më shumë logjikisht nuk mund të procedohet me një dosje që është bërë në 2013 dhe ndërkohë akoma njerëzit që nga 2005 nga 2006. Kështu që rregulli është kronologjia, pra aplikimet e mëhershme deri tek aplikimet më të mëvonshme pastaj. Pastaj ç'a ndodh është tjetër gjë, se nuk është e prerë me thikë dhe nuk është se zbatohet në të gjitha rastet kjo, se ke aplikime që janë bërë në ato vitet e para të vetë deklarimeve dhe akoma nuk kanë dalë, ndërkohë janë bërë të tjerat më vonë dhe sërish kanë dalë. Kështu që nuk është i zbatueshëm në 100% të saj. Okej, kemi telefonat? Alo. Po Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Ore, të mora se kam një problem. Kam një njeriu tim, ka bërë 29 vjet burg. Edhe nuk ka marrë një lek, ai tash është indjer. Ka një fëmijë. Çfarë mund të bëjmë ne? Ja kemi dhënë një avokat i vajti 35 vjet, edhe nuk kemi marrë as edhe një gjë. Po pse e ka lënë? Po na gjenën ai avokatja, ku e di unë? Gjuna nga Zoti apo. Po shumë vite kanë kaluar. Po shumë vite na ka gjenyer ai avokat, jo këtë, po këtë jam dokumentë në Tiranë, jo s'ka marrë asnjëherë. Po pse ka qenë 29 vjet burg për politikë ka bërë. Edhe as një lloj përgjigje. Kur të dali thotë, kur të dali. Ose do të ketë marrë vetë avokati. Unë jam dhëndër atje, a më kupton? Po më vjen keq se kam vjerrë 100 vjeçë. Ka një djalë të shikon shtëpi të katambisur. Ajo është invalide e shoqja. I jep 100.000 lekë Edi Rama. Shiko, është njohur se ishi dënuar politik i ndjeri? Po. Mori 25 vjet ai burgim, kur u bë revolta në Spaç, e dënuan prapa ata. Deri dhe 4 vjet kështu ai që po mas ishte prishur sistemi, ai në burg do ishte. Po pra, ideja është që është... Një sekund. është konfirmuar si dënim politik? Po, ka qenë me atë avokatin, me atë që bë revoltën. Qa quajnë atë? Nuk më kujtojë tani, ai që del aty në televizion tuaj. Në cilat vite? Po, ai është dënuar tikone Enver Hoxhës, a kupton? Kur ka qenë ato që çojnë mallra në Itali dhe u dënuan të gjithë okupashi. Tani avokati çfarë i ka thënë ndër këto vite që
Ja po presim sot avokat, ja po presim sot. S'ka dalë akoma, ku ti unë? Edhe vini sa verifikoni, edhe të dërgoni një gazetare gjuna nga zoti. A i qoni këtu punon, mi japi 15.000 lekë. Kam edhe vjerën e 100 vjeqe gjuna nga zoti. Me i palë Shiko, procedura dhe rastet të tilla i nderuar nuk ka nevojë fare për avokat. Po ja i ka dërzuar kunati, i ka dërzuar në Tiranë. Jo, bjerë të tjera, jo s'ka mana njëherë. Po nuk se qa i gjenjen a i. Ose për ndryshe si e dha stopi që i kështë marrë 130 milion a i avokati i Vlorës. Si dirë të i diri pasaj kje shante dhe bënde. Ata shunat ata jetim. Nuk më duhet kjo pjesë i dashur, më duhet kjo që po flasim bashkë. Po mirë, unë po them, mase i ka marrë dhe avokati, po di unë i zilë. Nuk ka nevojë, procedura tilla nuk ka nevojë për avokat, mjafton të bëhet lista e dokumenteve dhe dorëzohet në Ministrinë e Financave, me post ose sipas procedurës që shpallet nga vetë institucioni. Po, zotë Klodi, po i ka marrë avokati edhe i ka avokati akoma atë dokumentat. I ka mbyllur sot, po janë atje kur të dalin. Po vajte 35 vjetë. A i s'ka marrë asë njëherë. A i ka dokumentat dhe e që i dënuar për politikë, ka gjenën e ka shok në revoltën e spacit. Nuk besoj, por nuk është as pak ashtu i ndëruar, duhet kishin dalë me kohë, ai duhet i bëj vetë dokumentet nga e para, të shkojë te Ministria e Financave të marrë listën aty. Ai tani është bërë ndjer, po bën 10 vjet që ka vdekur. Kush? Ky që ka bërë burgun. Ore i biri, lërej. Po, i biri, ç'a do të them Mondani edhe ja. Po ç'a të them edhe unë, ha. Po Karalleku është mas Karalleku, nuk ka buxhet. S'ka po. Ç'a të themi Klodi? Mos kishte buxhet nuk merret avokat ai. E ka muhabetin ai djali i kësaj kunatës time nuk ka buxhet që të bredhin andeja po këtej. Nuk do buxhet ajo i dëruar, se dokumentet online i ka, kështu që nuk do buxhet ajo gjëja. Të shkoj te noteri të bëj dëshminë e aktit trashëgimisë, certifikatën e vdekjes të ish të dënuar politik, certifikat trungu, fotokopje kartës identiteti, pra janë dokumente që s'ka nevojë të shpenzojë ai, se i ka aty. Po. Dhe i dorëzon në post në Ministrinë e Financave. Po, shumë të faleminderit o Klodi, je i nderuar, respekto, do flasim prapë që na jap na i zgjidh se do t'i bëjmë. Do t'i bëj unë, po jo ai. Do t'i bëj unë. Bëni mos e lini më shumë sepse. Faleminderit shumë. Shumë të faleminderit edhe Rof, të mira. Presim tjetër telefonues, përshëndetje. Alo? Pse u largove? Okej. Mirë, na merr sërish se isha duke folur me një tjetër. Duhet ta kuptoni pak të se kemi të vështirë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Unë si mirë dita. Po. Lëdi. Po. Një gjë, mba parë herë, faleminderit se kanë njëri shumë i edukuar. Edhe flit këta mund në të përsosën, një zgjidh problemet e njerëzve. Faleminderit, më thuaj. Unë jam në moshën 70 vjeç, sot, edhe marr një pension 110.000 lekë. Po. Tash, imagjinoje, kena punu në zinë Brini, kanë 2200 punëtorë. Po. 4 vjetë veç ushtri kanë bo në tanke. Kanë dalë 15 vjetë punë. Ule zërin televizorit. 110.000 lekë. Në kohën e demokracisë, zoti Sali Berisha, me ata shokët e shoqet e veta që kanë pas, e shkatrune komplet uzina, fabrika, tonë që pa të Shkodra. 36.000 punëtorë ka pas vetëm zonë industriale. Nuk më duhet jo historia, më thuaj problemin tonë, se histori pastaj bëj një libër. E këtë do me tanë, veç i kaq. Si s'del dikush me i bëj një pyetje, zoti Sali, sa fabrika ke nërtu, edhe sa punëtorë keni të futën punë deri tash. Ose edhe Edi, sa fabrika, dhe diskutojnë turizmin. Si atë turpi i botës, në mosha jonë, që në për turizm, në dëna me hunger book. Në s'kena lek me hunger book, sa dhe 110.000 lek pension. Që dalin Sali Berisht me pi kafe 110.000 lek në dite me fornizu makinën me benzin. Zotit Edi. Imagjino që politikanë dashan që karrikat e ty ne kanë qelë të 70 vjetë dhe së të rregullut njëtë. Ne kemi vendosur në karrikë, i dashur. Ja, se kena vendosna. Kush i ka vendosur?
Ata nuk e lëshojnë, janë bërë modicë në Veroqa. Si më nuk e lëshojnë? Se lëshojnë, thot. Ata nuk e lëshojnë, ata më tanë korruptum. Ti bë me shku një hipoteka, me shku të doktorat, të dentistat, kërkun nuk e asisen pa lek. Dakor, po i kemi mësuar. Kemi mësuar. Ta din populli se që kanë bërë këta. Ta vetëm e kanë shkatru Shqipnin, të na unë, të mos Shkodrën, këta e kanë shkatru. Si vjen marrë aty në politikantave si njekun Sali Berishën, 86 vjeç burrë në vocë, gjyshat e ty në dhëmi pa mësuar, kjo e njeku një Sali Berisha. Si e shkatroj, në Shkodrën, po tanë Shqipnin, me ushtri, me arsim, me të na unë dhe ka shkatru. As ka arsim se tanë me lek i morën edhe shkolla. Jo, tërmelek a vashti. Mua mu hiq nga kjo tërmelek. Ose ke paguar lek dhe për shkollë, vlla. Nuk është faji i Sali Berishës dhe Edi Ramës se nuk mësoj studentët, vlla, dhe paguajnë lek. Të rëpi botë, mu vjeri natë të shkojnë njëtë janë me shkollë, sot i njekun mrapa. Të apin mërë partinë e vete, që i zoti. Inderuar, orez, ndonjë halla, ke për vete ndonjë halla, po s'ke fare? Pusë një punë, jam i futë një turizm. O inderuar. I napim 300.000 lekë në turizm. O ndonjë hall për vete, a ke njëherë, se më duket s'po thea si hall. Për vete kam bëtë më që më toni 110.000 lekë rogë. Për çfarë hallit që atë në kombat malë. Po këtu mbaje, po lere, ata e kanë kripur djathën për veten e tyre. Si? Aty në nafmi këtë dalin 190.000 lekë me shëdit. Po pra s'ju dalin. S'ju dalin. Edhe ne prapë shkojmë i votojmë. Falta morsheve, ata respekt për ty të ishe shumë njeri daj. Mirë, valla, do jem akoma, kështu që. Ti je mirë, faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Ikim dhe neve për pak në 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Në dosi flas. Po. Turizm, zonë dhe s'ka vizat bardha shohë, asë i voj viza, dhe jam pasu pa e viza. Ka unë boja. Vijem bregdetare. Që u kalon? Vijem bregdetare. Dorës. Po pra po, vijem bregdetare, po them. Se ekzistojnë vizat, jam shif para, ka 2-3 vjetë nuk e di që bardha. Pikat dytë, me këto përishit që të boshin, asë i gjosë u bërë, vetëm pasat. Asë i ojës gjire nuk ka. Nuk e di që të bërë, dhe sot. Problemën ka të dush. Qartë. Kisha kaq. Faleminderit shumë i nderuar. Ditë mbarë dhe për ju, shkoj me telefonatën e fundit për sot. Mirëmëngjes. Mëngjesi. Mirëmëngjes. Vetëm ule zërin televizorit të lutem. Po. Ne kemi problem. Pallati jonë është ndërtuar 25 vjet përpara dhe gjithsesi pallat, 2-3 kokra pak që kanë bërë hipotekimin, regjistrimin në hipotekë, dhe ne akoma, por gjitha kohët e fundit një vendim qeverie që një 575 familje do shkon drejt regjistrimit të hipotekave. Duhet të di, ku mund ta marrim këtë informacion që edhe ne jemi në këtë listë? Se kuptova, çdo të thonë regjistrimin e hipotekave. Ne kemi të paregjistruar në hipotekë. Si pallat, ka pas një konflikt që në fillim midis ai që ka bekur tani po, e qartë. Po mund të pyesni administratori, mund të pyesni përfaqësuesin aty nëse ka. Po jo, as administratori se unë atë rigjiditën, nuk ka asnjë informacion. Duhet të di me që doli një vendim qeverie me 575 familjarë cilë do bëjnë regjistrimin. Jemi ne në këtë listë, ku më intereson që të marrim një informacion. Ku ndodhet pallati juaj? Përballë i maternitetit të ri këtej, në rruga Sit Kiçiçe. Në Tiranë? Tiranë. Por sa vite ka që është ndërtuar pak a shumë? 25 vjet. Edhe mund të jetë, po më lër kohë të gjej listën e pallateve dhe nga java tjetër pastaj t'ju jap sqarim në rast se do jetë aty dhe pallati. Mirë, faleminderit. Faleminderit aty për telefonatën. Gjithë tjerëve që u bë pjesë e programit për takimin e sotëm, ne do të ritakohemi në mbrëmje në ora sport, kështu që deri atëherë, shikim të këndshëm vijim.